e rëndësishme. Mirëmbrëma, zoti Limaj. A keni me reflektu për... Mirëmbrëma, komandant. A keni me reflektu për dështimin që keni në Prizren? Edhe a mundi me pranu publikisht që dalja e zoti Zafir Berisha nga nisma në Prizren ju ka qunë 995 vota me një zavens kryeministre. Kur thoni për Ekrem Kastratin, me cilin unë e pajtona që është para se tjetë i nismës është personalitet në vetë vete, edhe ka punu në nisma që është e vërteta. Në Malishev, çka ndodhi në Prizren? Pse psut? A keni me reflektua? A keni me lyp llogari prej partisë? Çka ndodhi në Prizren kështu? Se edhe Prizreni është një farë, u konë se paku një farë baze. Po, na e Prizreni këtu në sfond. Nga Prizren është situatë specifike, një mujtit Albolena me një ekip ka pas kohë me morë angazhu, si do kur bon të ngarit e din që nuk jenë të leta të pasaj morë paru në televizje. Në kretë investimin e kemi pas të zafa dhe të imena 3 javë nuk mund mi riparu gjërat. Dhe aja që më thonë është, unë jam njerë zakonisht e knaqëm me rezultatin Prizren, partia ka morë mini 1500 vota, nga 3 javë kjo puna po, dhe ne po ndërtojmë një parti serioze, me një strukturë krejt të re, dhe ju do të ashe në cikluset ashme të zgjedhjeve për sëri Prizreni, tani ma Prizreni në besoj që në zgjedhje kur të që të vinë, mos harro që po thonë, kemi me shkret 10 mishin, me qatë ekip që është sot, sepse është fillimi për 2 javë ditë,